Djemtë e Grande Fratellos heqin rrobat duke bërë striptizëm para Dolces, kush ja ka marrë zemrën? Ja cilin zgjedh ajo, në Grande Fratello mbrëmja nisi qetë, por askush nuk e priste që do përfundonte në një nga skenat më të zjarta dhe më argëtuese që shtëpia kishte parë. Dolce ishte ulur në divan me filxhanin e çajit në dorë, duke biseduar me disa prej vajzave, kur papritur muzika u ngrit në maksimum. Një ritëm I fortë, provokues, ndezi gjithë ambientin, dritat u shuan gjysmë dhe në korridor u shfaqën 3 djem, të veshur me këmisha të hapura, kapele dhe syze si striptizues profesionist. Dolce qeshi me të madhe, ç'po ndodh këtu? Tha ajo. Duke u ngritur në këmbë, djemt nuk folën, vetëm I bën shenjë që të ulej në karrigen që kishin vendosur në mes të dhomës. Ajo pranoi duke qeshur, pa e kuptuar se ishte vetëm fillimi I çmendurisë. Muzika ndryshoi në një ritëm edhe më të nxehtë dhe djemt filluan shohin, lëvizje të sinkronizuara, hapa profesionist, duar në ajër, rrotullime dhe më pas. Filluan ngadalë të hiqnin rrobat, vajzat brohoritën, djemtë e tjerë u hodhën për dhe nga të qeshurat, ndërsa Dolce nuk e hiqte dot buzëqeshjen dhe duart I mbante para fytyrës nga turpi, momentet më të forta të striptizmit. I pari që hoqi këmishën e bëri aq me stil, sa Dolce nisi të qante nga I qeshura. Ai u afrua, e rrotulloi këmishën në ajër dhe ja la në prehër. I dyti, më I qeshuri, kërceu rreth e rrotull saj sikur ishte në skenë profesionale dhe e bëri gjithë shtëpinë të shpërthente në duar trokitje. I treti, më I qetë por më magnetik, I qëndroi shumë afër Dolces, duke e shikuar drejt në sy pa thënë asnjë fjalë. Moment që e tensionoi shtëpinë, Dolce skuqej, qeshte, fshinte lotët e qeshurës dhe her pas here thoshte, ndalni se po më vdesni. Pyetja që I bëri gjithë shtëpia. Kush ta mori zemrën? Pas performancës, djemtë u ulën pranë saj, të lodhur por të lumtur për shojin që dhanë. Banorët nisën të brohorisnin. Dolce, tani thuaje. Kush ta mori zemrën?